Këtë zoti Kurti e mori si një lloj kurthi të zotit Rama dhe mendoj unë dhe të zonjës Osmani. Do të thënë, zoti Rama nuk erdhi për festën e pavarësisë në Prishtinë, erdhi një ditë para për të bërë një çok presidentes që ta ndihmoj atë të bëhej sërishmi presidente dhe ndërkohë që mu më shpërfill. Nuk më heqin qafë edhe është letë. Jo. Mu më atakon. Dhe këtë konkluzion e nxjerr nga fakti sepse zoti Rama bëri një takim me zotin Kurti. Ishin dakorduar që mbas takimit të kishin një konferencë përbashkët për media. Konferenca u anullua. Anullimi i konferencës për media, mendoj unë, është anulluar për shkak të debatit që është bërë aty lidhur me pozicionin ndaj Vjosa Osmani. Për ta kandiduar ose jo president. S'ka patur asnjë problem tjetër për të shëruar. Jo sa kurth. Kurthin kush e Kurti krijoi? Besoj që Rama që erdhi në Prishtinë për të lobuar për Vjosa Osmanin. Ishte për të ngritur kurth Kurtit. Ishte për të ngritur, për ta detyruar Kurtin dhe për ta vënë para një fakti të kryer. Dhe ne e dim që Kurti nuk pranon. Nuk pranon jo ndërhyrje të tilla anësore, po edhe ballë për ballë edhe presione në vendimmarrjen e tij. Ne e dim këtë. Dhe përpasoj edhe zonja Osmani e ka ditë këtë. Ndoshta Rama e ka bërë me iniciativën e tij dhe ajo s'ka ditë asgjë. Por faktikisht e dëmtoi kërkesën madje se zonja Osmani ka qenë shprehur që unë pranoj të jem edhe një mandat ty si presidente. Dhe përfundimisht shfaqja u ndërtua e tillë sa përfundoi me një refuzim të zonjës Osmani.